Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të drita televizioni, ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 9 qershor dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1940. Norvegjia i u dorëzuat nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. 1958. Mbretëresha hapi aeroportin e rregulluar në Gatwick, në jug të Londrës, që ishte modernizuar në një kosto prej 7 milion sterlinash. 1969. Senati Amerikan konfirmoi Warren Burger në krye të drejtësisë së SBA-s, duke pasuar Earl Warrenin. 1970. Mbreti Hussein i Jordanisë i shpëtoi një tentativë atentati, pasi që personat armatosur kishin hapur zjarr mbi automjetin e tij zyrtar rrugës për në pallat. Lindje 1963. Lindi Johnny Depp, aktor amerikan. 1978. Lindi Miroslav Klose, futbollist gjerman. 1984. Lindi Wesley Sneijder, futbollist holandez. 1986. Lindi Mërgi Mavraj, futbollist shqiptar. 1981. Lindi Natalie Portman, aktore. 1952. Lindi Bülent Ersoy, këngëtare turke. Vdekje 1870. Vdiq Charles Dickens, shkrimtar anglez. 1974. Vdiq Miguel Ángel Asturias, shkrimtar guatemalez, nobelist. Për sot kemi përgatitur biografinë e Molière, i cili ishte një autor francez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Jean-Baptiste Poquelin, i njohur me emrin e tij të skenës Molière, ishte një dramaturg, aktor dhe poet francez, i konsideruar gjithësisht si një nga shkrimtarët më të mëdhenj në gjuhë franceze dhe letërsi botërore. Veprat e tij ekzistuese përfshin komedi, farsa, tragjikomedi, komedi balet dhe më shumë. Dramat e tij janë përkthyer në çdo gjuhë kryesore të gjallë dhe janë luajtur në komedinë franceze më shpesh se ato të çdo dramaturgu tjetër sot. Ndikimi i tij është i tillë që gjuha frënge shpesh përmendet si gjuha e Molierit. I lindur në një familje të begatë dhe pasi kishte studiuar në kolegjin de Charmont, Molieri ishte i përshtatshëm për të filluar një jetë në teatr. 13 vjet si një aktor shëtitës e ndihmuan atë të përmirësonte aftësitë e tij komike, ndërsa filloi të shkruante, duke kombinuar elementet e komedia dell'arte me komedinë më të rafinuar franceze. Nëpërmjet personazhit të aristokratëve, duke përfshirë Filip i Parë, duka i Orleansit, vllai Louis XIV, Molieri siguroi një performancë komanduese përpara mbretit në Louvre, duke interpretuar një dramë klasike nga Pierre Corneille dhe një farsë të tjetër, Doktori i dashuruar. Molierit ju dha përdorimi i Salle de Petit Bourdon pranë Louvrit, një dhomë gjare caktuar për shfaqje teatrale. Më vonë atij ju dha përdorimi i teatrit në Palais Royal. Në të dy vendet, Molieri gjeti sukses në mesin e parisianëve me shfaqje të tilla si Zonjat e prekura, Shkollat për burra dhe Shkolla për gratë. Ky favor mbretëror i solli një pension mbretëror trupës së tij dhe titullin Trup d'Heroi, trupa e mbretit. Molieri vazhdoi si autori zyrtar i argëtimeve gjyqësore. Megjithse adhurimin e oborrit dhe parisianëve, satirat e Molierit tërhoqin kritikat nga qarqe të tjera për padëshmërinë e Tartuffe. Kisha katolike në Francë e denoncoi këtë studim të hipokrizisë fetare, i cili u pasua nga një ndalim nga parlamenti, ndërsa Don Juani u tërhoq dhe nuk u rindërtua kurrë nga Molieri. Puna e tij e palodhur në kaq shumë cilësi teatrale ndikoi në shëndetin e tij
cila kishte balet luksoz të interpretuara në muzikën e Marc Antoine Charpentier dhe që për ironi titullohej Le Malade Imaginaire, invalidi imagjinar. Molieri insistoi të përfundonte performancën e tij, më pasi u rrëzua përsëri në një tjetër hemoragji më të madhe përpara se të çohej në shtëpi, ku vdiq disa orë më vonë pa marrë rritet e fundit, sepse 2 priftëri refuzuan ta vizitonin, ndërsa një i tretë mbërriti shumë vonë. Bestytnia se jeshilja sjell fat të keq për aktorët thuhet se ka origjinën nga ngjyra e veshjes që kishte veshur në momentin e vdekjes. Sipas ligjit francez të asaj kohe, aktorët nuk lejoheshin të varroseshin në tokën e shenjtë të një varreze. Megjithatë, Eveja e Molierit Armande e pyeti mbretin nëse bashortit të saj mund t'i jepte një varrim normal natën. Mbreti pranoi dhe trupi i Molierit u varros në pjesën e varrezeve të rezervuara për foshjat e papagzuara. Në 1792, eshtrat e tij u sollën në Muzeun e Monumenteve Franceze dhe në 1817 u transferuan në varrezat Père Lachaise në Paris, afër atyre të La Fontaine. Kalojmë në rubrikën e dhe shëndeti, të të ndiqni materialet e përgatitura. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera e vushhyese të marulës, e cila është një frutë me origjinë nga Afrika subsahariane, nga Marutiana dhe Senegali në Etiopi dhe Eritrea në jug. Është gjithashtu i pranishëm në Madagaskar dhe është prezantuar në Marius dhe Reunionin. Sasia e vitaminës C e gjetur në një frut të vetëm, marula, është 8 herë më e madhe se sasia e gjetur në një portokall, duke bërë atë një burim të shkëlqyer të vitaminës. Fruti marula është gjithashtu i pasur me acide oleike dhe antioksidantë të tjerë, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve si kanceri dhe sëmundjeve të zemrës. Disa nga përfitimet kryesore të fruteve marula janë: mbështet lëkurën e shëndetshme. Fruti marula ka aftësinë të mbështesë lëkurën e shëndetshme pasi siguron vitaminë C, gjithashtu përmban një sasi të lartë antioksidantësh, të cilët njihen për përfitimin e tyre të lëkurës, promovon shëndetin e kockave. Kalciumi, kaliumi dhe magnesi janë substanca që ndoshta do të nxisin shëndetin e kockave. Të gjithë këto substanca dhe metale i gjeni në frutat e marulës, duke bërë ato një burim të shkëlqyer vitaminash dhe mineralesh, pasi shërojnë disa sëmundje të ndryshme në lidhje me kockat si osteoporoza. Forcon muskujt. Fruti marula ndihmon në forcimin e muskujve. Rrit imunitetin. Antioksidantët në frutat e marulës besohet se rrisin imunitetin. Kur imuniteti është i fortë, mund të çojë në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm, sepse trupi lufton disa baktere ose sëmundje të dëmshme. Kështu, ky frut rekomandohet për ata që duan të bëjnë aktivitete të ndryshme. Mbështet rritjen e flokëve. Fruti marula ndihmon për të mbështetur lëkurën tonë të shëndetshme. Ai gjithashtu mbështet rritjen e flokëve tonë, mbron flokët nga rënja e flokëve, ngadalëson plaken. Së bashku me lëkurën e shëndetshme, fruti marulës ngadalëson plaken. Antioksidantët si vitamina C në fruta ndihmojnë në ngadalësimin e plakjes, që ndoshta do të ishte e dobishme për të moshuarit ose gratë. Për më tepër, acidi oleik është gjithashtu një nga substancat e njohura për aftësinë për të ngadalësuar plaken. Përmirëson funksionin e trurit. Acidi oleik në frutat e marulës ndihmon në përmirësimin e funksionit të trurit. Humori i mirë ndikon në disa aspekte dhe kështu është nevojshme që të kontrollojmë disponimin ton. Sipas disa studimeve, thuhet se fruti marulës ndikon në dhënien e një humori të mirë, redukton rrezikun e kancerit. Kanceri mund të prekë të gjithë dhe disa fruta si marula mund të zvogëlojnë rrezikun e kancerit për shkak të nivelit të lartë të antioksidantëve. Gjithashtu, ai përmban dhe acid oleik që ka përfitimin për të reduktuar rrezikun e kancerit, si kanceri i gjirit dhe i mushkrive, gjë që është vërtetuar nga studime të ndryshme.
Vjoj me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim mbi flamingot, llojet dhe shpërndarja. Ka 6 lloje flamingosh të njohura: flamingoja e madhe, ajo amerikane, andiane, James, kilës dhe flamingoja e vogël. Ato jetojnë kryesisht në pellgje të cekëta, liqene sote dhe dhumi në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë Jugore dhe Azinë Jugperëndimore. Ngjyra: flamingot janë të njohura për ngjyrën e tyre të ndezur roz, që vjen nga pigmentet të quajtura karotenoide në ushqimin e tyre, të cilat gjenden në karkaleca dhe alga. Për masat, qetësia e tyre mund të variojë nga 80 cm deri në 145 cm dhe pesha e tyre zakonisht është midis 2 dhe 4 kg. Këmbët dhe sqepi: këmbët e tyre janë të gjata dhe të holla, të përshtatura për të ecur në ujë të cekët. Sqepi i flamingos është i veçantë dhe i kthyer përposhtë, i cili ndihmon të filtrojnë ushqimin nga uji dhe dhumi. Sjellja dhe ushqyerja: sjellja në grup. Flamingot janë shoqërore dhe shpesh jetojnë në koloni që mund të përfshin mijëra individ. Këto sjellje u ofron mbrojtje ndaj grapiçarëve dhe ndihmon në gjetjen e ushqimit. Flamingot ushqehen kryesisht me karkaleca, alga dhe krustace të tjera të vogla. Ata përdorin sqepin e tyre të kthyer për të thithur ujë dhe dhum, pastaj e filtrojnë për të mbajtur ushqimin. Riprodhimi: flamingot ndërtojnë folet e tyre nga bajta në formë konike, në të cilat vendosin vetëm një vezë. Si mashkulli ashtu dhe femra ndajnë përgjegjësitë e inkubimit dhe kujdesit për të voglin. Pasi veza qahet, të vegjëlit kanë pushtë të bardhë që gradualisht ndryshon ngjyrën në të rozë, ndërsa rriten dhe fillojnë të ushqehen me ushqimin e të rriturave. Flamingot shpesh janë përdorur si një simbol i elegancës dhe bukurisë në shumë kultura. Në art dhe dizajn, ato përfaqësojnë ekuilibrin dhe harmoninë. Migrimi: disa specie flamingosh migrojnë në distanca të mëdha për të gjetur kushte më të mira për ushqim dhe riprodhim. Për shembull, flamingot e mëdha dhe të vogla migrojnë nga vendet e tyre veriore në pellgje të cekta të Afrikës qendrore dhe lëndore. Flamingot janë kafshë jashtëzakonisht interesante dhe të adaptuara në mënyrë unike për habitatet e tyre specifike. Tani është të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 9 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Në disa zona të izoluara gjatë orëve të pasdites nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afat shkurtra. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira kalimtare. Pasditja vijon me motë të ngrohtë dhe mundësi për rreshje të dobta lokale kryesisht në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 27 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 27 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 29 gradë Celsius, Durrës 19 deri në 29 gradë Celsius, Kavaj 18 deri në 29 gradë Celsius, Elbasan 17 deri në 30 gradë Celsius, Berat 18 deri në 31 gradë Celsius, Korç 13 deri në 25 gradë Celsius, Vlorë 20 deri në 29 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri në 27 gradë Celsius, Sarand 19 deri në 29 gradë Celsius. Tani është të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 9 qershor 2026 do të karakterizohet nga moti i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona, kryesisht gjatë paradites dhe mesdites. Paraditja do të ketë rreshje shiu në disa rajone,
ndërsa pasditja vijon me alternime mes vranësirave dhe intervaleve me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior deri veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 12 deri në 26 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 25 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 26 gradë Celsius. Pej, 12 deri në 26 gradë Celsius. Prishtinë, 11 deri në 27 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 27 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 27 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 26 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 26 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 25 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 27 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 27 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rijat më të fundit vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.